Inspektoriati Komunal në Gjakov ka vazhduar aksionin për lirimin hapësirave publike në qytet. Gjatë ditës së premte, inspektorët komunal të mbështetur edhe nga zyrtarët policor kanë intervenuar në disa lokacione me qëllim të largimit të pengesave të uzurpimeve që cënojnë shfrytëzimin hapësirave publike nga qytetarët. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime në komunën e Gjakovës, Ervin Shabani, tregoj më shumë rreth këtij aksioni. Ky aksion ka të bëjë me lirimin e hapësirave publike të cilën shfrytëzohen pa një kontratë valide prej komunës, ashtu që kemi thonë në intervistat e mëhershme, hapësirat publike mund të shfrytëzohen ato ku nuk e pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të komunikacionit. Mirë po edhe aty ku nuk pengohet lëvizja e lirë e qytetarëve e komunikacionit, duhet mu marrë me qëra nga komuna, mu pagu taksa që është e përcaktuar në bazë rregullores. Nëse nuk e shfrytëzojnë me kontratë valide, atëherë ato largohen, nuk mundet mu shfrytëzua ajo hapësirë publike. Mes tjerash, drejtori Shabani tregoi edhe lokacionet konkrete ku është zhvilluar aksioni. Sot jemi në bllokun e ri, apo që quhet banesat e solidaritetit. Hapësirat publike të cilat po lirohen edhe të cilat janë ndaluar mu punu të deri në një vendim të arshëm të komunës, nëse këta veç e marrin me qëra që është një komision kuadër të komunës edhe nëse i plotësojnë kushtet të cilat janë me rregullore, atëherë mundemi me marrë me qëra. Përndryshe sot janë ndaluar 4 terasa për shfrytëzimin e hapësirës publike. 3 prej tyre janë lokale kafe, ndërsa një është pemishte, ndërsa janë larguar edhe disa shetës tjera ambulantiv që shfrytëzojnë trotuarin për me shit pemt ose perimet e tyre ose çka do tjetër. Edhe shetëve ambulantiv ju bëj thirrje, mos e shfrytëzoni trotuarin për shitje, sepse edhe largoheni, edhe xhobiteni, edhe ju konfiskohet malli. Tregu është, hyni në treg, kur të gjithë janë treg, shitja bëhet e njëjtë për të gjithë. Nga Drejtoria për Inspektime është bërë ditur se aksionet të ngjashme do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim në lokacione të tjera të komunës.